vendosa me ngrit padin ndaj Dimar Bashës për shumë arsye, se ka fy ushtrinë qlirimtare të Kosovës, e ka fy popullin shqiptar, i ka fy veteranët e luftës, i ka fy dëshmorët e kombit shqiptar, edhe përgjithësi na ka fy neve si popull shqiptar. Bashën na e kena lajmëru, do me thonë, me të 24-tin, në ora 13:48 që të premten do të dërzojmë padi në prokurin kundër parlamentarit Dimal Bashës, kena me dërgu, do me thonë, padi. Basha u përgjigj në orët e vona të mbrëmjes, në ora 20:58, kur e ka po që na nuk tërhjekum, kjo tërhjek. Gabimin ma të madhe ka bo Basha që me në reni kur na e kena paralajmëru që dë ngritëm padi, ajo tërhjek. Edhe me këto që jo tërhjek e ka pranu gabimin Basha që ka bo atë gabim, kështu që përgjithsin e ka pranu edhe fajin e ka pranu. Edhe na lypëm, do me thonë, nga gjykata e Kosovës, që këtë rast të gjykoj drejt e të shkoj deri në fund. Unë njëna shumë i fendun, po ma të fendun janë dëshmorët e këtij kombit shqiptar që kanë dhënë gjak, familjet e dëshmorëve, invalidët janë të fendun për një kryetarit, Basha, i cili i ka marrë votat edhe të pozitës edhe të opozitës, që kanë bërë shumë një gabim të madh. Kjo është gabimi më i madh që kanë bërë deputet tonë, me votat e tona, me votat e popullit. Në prokurin speciale, domethënë, kemi dorëzuar denoncimin, kallëzimin penal ndaj kryeparlamentarit Dimar Basha, ku Dimar Basha në vitin 2012, ashtu si janë informacionet, ky gjatë ngritjes së tij akademike ka publiku në një revistë shkencore në një universitet amerikan, ka publiku informacione se UÇK-ja, ushtria shqiptare, është financuar nga kartelet e drogës. Dhe janë disa individ UÇK-s që kanë përfituar pas lufte, kanë marrë pozita, gjëra të tilla, po gjithmonë aludon te krimi, domethënë kauza UÇK-s nuk ka qenë çlirimi nga agresori, po ka qenë përfitimi. Po kodi penal decidtiv dhe ka saksionuar veprën penale të dënueshme deri në 5 vjet. Kipse kanë nxit për çore urrëtin ndaj një grupi kombëtar, siç jemi ne populli shqiptar, sepse UÇK-ja jemi shërohet në kombin shqiptar dhe është për çore publike, domethënë urrëtie publike që është botuar në revistën amerikane. Shënjestër.net